zotri Sahitaj, Resat Sahitaj. Megjithatë je përpjekje ka mungu me përpjekje tua, me thëje, me keni bo edhe ka pak nej drame, nej filme, nej në ato periudha. Por sa bukur e ke kuptu pozicionin, do më thonë se cili detyrën e vetë, se cili punën e vetë. Mo as diplomat, as politikan aktiv kështu e kombëtar që shke qenë, për nonën tjetër me të thonë drejtën edhe nuk jënë lodhë fort me të zedhe, aty se i kam pasë ata të vetë me i shua. Ju ktheve asaj dashuris vjetër, mbi të gjitha letërsisë, dhe ke botuar shumë. Qka dallon në këto vite, edhe në të kaluarën, po pas vitit 99 në krijimtarin tonë? Në fakt, unë krijimtarinë artistike letërore e kam filluar si nxënës i shkollës mesme, në atë kohë ishte konkursi i rilindjes, dhe në vitin tash kam harru, po vendin e dytë me tregim, domethënë kam fitu, tregimi im e ka fitu vendin e dytë në rilindjet asaj kohë, se isha si normalist. Pra, pastaj kam vazhduar me shkruaj dhe mos tregojmë se ke fitu edhe një vend atë parën, atë dytin, atë tretin në recitime Jugoslavia the. Edhe se në recitime normale, pastaj tani u ktheva në Kosovë dhe përsëri jam kthyer asaj profesionit, dashurisime që thonë, domethënë letërsisë. Dashuria e shpirtit e profesionale, se ato janë dy. Po, ajo tjetër është beharja që zën vendin e vet, kjo pjesa tjetër. Çka na veçon, diçka që edhe kemi përkthyer dhe kemi depërtuar në botën frankofone, se aty ja ke edhe dorën edhe mundësinë. Është e veçanta ime sepse unë po sa kam marrë këtu në Kosovë kemi kriju Unionin e Shkrimtarëve në mënyrë që se mos t'i shesmi në mend njëri tjetrit shqiptari mi tregu poezi, por letërsia shqipe të interpretoj jashtë. Është hera parë në historinë e letërsisë shqiptare ku 75 poet në vitin 2024 kanë fjalën 75 poet shqiptarë të gjitha trojve shkojnë në Paris. Ne kemi ndezur 75 drita në Paris, ku kritika nëse hynë në internet shikuesit e Odeonit, e ty në internet e shohin çfarë suksesi ka pas. Pastaj kemi përkthye 130 tjerë tregime të dashurisë të Kosovës, të cilat janë që quhet Ny Verleant e Bandos, La Kurriç drejt pavarësisë në shqip është, por në francez është botuar. Kemi përkthyer pastaj poet të ri, të cilët sepse qëllimi jem është, dhe qëllimi i Unionit është me gjetë talent të ri, talent të cilët kanë talent për mi qua edhe jashtë Evropës, sepse poetët tanë janë të aftë, kanë njëjtat aftësit, njëjtat poezi mund mi shkruaj si kur përëndimi, pra nuk jemi larg Evropës, por ne duhet kemi mungesë të përkthimit, kemi mungesë se përkthimi po përkthyesi kërkon pare, pastaj janë kjo është problemi kryesor i përkthimeve, edhe kontaktet i kemi me gjitha shtëpitë botuese, kudo që ka në Evropë shtëpi botuese, domthonë Unioni i Shkrimtarëve, te grupi ynë që quhet atje grupi AICL, është në Paris, edhe kudo që kemi mundësi me botu. Kjo është me dal prej gëzhojes sonë, me quhe shkrimtarët tanë, poetët tanë, me i dërgu jashtë. Unë edhe përpara kam qenë është filmi festivalit në Bruxelles, Festivali mesdhetar i Bruxellit, ku të gjitha filmat e Kosovës, me Agim Sop, me Isa Qosja, me gjithë regjisorët e Kosovës kanë ardhur, sepse unë kam qenë antar i komisionit për seleksionimin e filmave në Bruxelles, festivali madhështor është që sot asnjëri s'mund të shkuë, se unë s'jam aty më. Viteve të fundit ke luajtur me një serial francez. Po, vitin e kaluar kam luajtur me një serial film televiziv francez, është Hipokrat quhet, është një film shumë i shikueshëm atje në Francë, domthonë 9 orë shfaq është. Cili ka qenë roli juaj? Roli jam ka qenë Baba Arben, Per Arbeni thonë, Arben, unë Arbenin e luaj, kurse djali jam është ai Arbeni, e unë domthonë e luaj babën e Arbenit. Baba i Arbenit. Edhe Arbeni është mjek, unë jam një mjek që kam bërë një farë operacione të gabushëm, edhe tash mu më mjekin në ato dhe kam frikë nga operacione dikushëm që ka bërë para 30 vjetë. Edhe kështu që është një serial shumë i shikueshëm në Francë, shumë i njohur, Hipokrat titullohet. U knaqe u përmbushë atë pjesën që të mungonte? Valla shumë mirë ka qenë, se është bukur ajo, mos harro se është kur e ki një ekip të madh, e ki 100 vjet përpara,
me pas karikën teme, ku pas dhomën teme, shkruj Reshat Sahitaj. Shko dush ma mirë. Absolutisht. Tani, për na përkthehet romani i dytë i juaj, apo? Të jo është romani tretë që përkthehet në Paris, është quhet Iliriana. Iliriana. Është një roman që fillon prej vitit 1130, kohën kur slavët, domthonë serbët vinë në Kosovë, edhe krijohet një farë në atë kohë kalor si tempulli i kalorësve shqiptar. Mirë, po është një djalë i ri, i cili në vitin 1980 të nishën, kur të fillojnë demonstratat, është një farë Agim Berisha ka titull, emrin personazhi im, ai del në demonstrata, por e sheni çik bukur. Ajo që i ka bukur po ban kurs bashkohet, është tradhtar, po lunë kështu me gjie me sene, e ky thot vallai edhe unë jam tradhtar, po për shkak të bashku si Prishtina vjen policia pa Prishtinë burg, thot ma shka ke bënë, thot çfarë organizat ilegale, jo s'ka mirë organizat, po mos çasa çikës hina në demonstrata. E dënojnë, domon që kjo është copza reale, interesante dhe goxha. Po është normali mirë sepse kritika franceze parathonje dhe pastonie se sot i morë ato, në parathonje pastonie e krahason me romanin Solxhenitsyn Gollakun dhe me Milan Kundera, domthon Iliriana e ime krahasohet me Solxhenitsyn edhe me Kundera. Что сказал про проведение фестивалю. И unë i я дуже falenderoj радий, що на цьому Балканському Unionin фестивалі e поезії shkrimtarëve dhe kritikëve shqiptar që më mundësuan в të цьому році marrë буде në вперше poezinë представлена time Україна. І në я një дуже manifestim, вдячний моїм ndërsa друзям за i те, ftoj що në një вони festival të допомогли це poezisë në зробити. ukrainsë Дякую. Na ftoj një festivalet i në Po, këtu jemi na... Zotri Lan, në fushën e letërsisë, shkruan poezi që pasqyrojnë dhimbjen e historisë kombit tonë në përgjithësi. Por keni botu shumë poezi, edhe libra. As na I thu pak të lutëm, se sigurisht shikuesi ynë, dëgjuesi ynë me ëndje, edhe do ta di se edhe Reshatit goxha nxora me zor, man fund tha 3 romane I këndua. Po, pas e Reshatit jam unë që Reshati pikrisht në hapi ato dyrë drejtë letërsisë europiane, pikrisht në shtëpinë botuese La Harmatane, dhe unë atje 3 libra janë të botuar edhe të përkthyer në frëngjisht në shtëpinë botuese në Paris La Harmatan. Edhe nga këto 3 libra, pastaj u hapen dyert edhe u botuan edhe u përkthyen edhe në suedisht, u përkthyen edhe në polonisht, u përkthyen edhe në turqisht, është përkthyer në anglisht. Edhe arabisht e pash. Jo, ato tash I dalim aty edhe pak, është përkthyer edhe në e thash në anglisht, po në Romanin Bukuresht janë botuar atje, janë botuar atje 5 libra, ndërsa veç u bën 120 më duket, 118-20 aty botimin në për revista ndërkombëtare, jo librat, botimin në për revista ndërkombëtare. Poezit, pjesë të poezive të cilat janë botu, janë përkthyer në 120 revista ndërkombëtare në mesin e tyre si që edhe ju edhe në Liban, në Maroke, në Libie, në Emiratet e Bashkuara të Arabisë, në Francë, pastaj në Kinë, në Indi, në Kore, do thot pothuajse në shumë vende të botës, por e rëndësishme është këtu të ceki edhe më duhet ta ceki edhe ta falenderoj që unë nuk e di as nuk I njoh revistën më të njohur javore Ralm në Paris që ka 2 vjet në vazhdime mi botojnë për çdo të diele pothuajse nga një poezi apo tregimi, po Unionin ai hapi Reshat Sahitaj që falenderojmë. Është interesant se këti edhe ja botojnë edhe ja recitojnë çdo javë. Domthon, ky nuk e di askush. E vërtet edhe recitojnë, po përpos recitimit të Reshatit që u bën edhe 10 kritika vështrimet të poezive, veç për një poezi për çdo javë bëjnë vështrime ose për tregime, kështu që poezi letërsia shqipe mirë. Po je angazhuar edhe në botime. Ideja për të hapë shtëpinë tuaj botuese ishte
Apo te Unioni krejtu sfumon këto gjërat. Po, krejt ideator është Unioni, sinqerisht është Unioni, për shkak se nisën vërshun shumë libra edhe pa asnjë kriter si që vërshojnë në gjithë botën mbas luftës që vërshojnë të shkruajnë të gjithë, kështu që shtëpia botuese Press Liberty boton shumë pak libra. Me qëllim e bëjmë atë sepse do të mojmë një kriter. Shtëpia botuese, ky është qëllimi kryesor që gjitha shtëpitë botuese, të cilat janë dhe të cilat ju bëjmë apel prej këtu, mos ngarendin mas një parët që jep një autor. Ju lutem, ato nuk do të botohen nëse nuk kanë vlera, sepse pastaj lexuesi po na ikin edhe prej veprave të mira të mirëfillta po na ikin lexues. A do të ketë dikim mendimi kritik, sepse si duket këtu kemi pastaj lëvizje nga standardet e duhura, për ta ruajtur nivelin e krimtarisë në poezi, në prozë, pikërisht ja kjo shtëpia Laharmatan Reshati që ne i ka botuar atje dhe që i boton librat. Ka qëndosh më shumë për këtë të flasë edhe Reshati, sepse atje çfarë kritere kanë. Jo vetëm atje, po gjithkund në botë ka kritere, shtëpitë botuese kanë kriter. Te ne asnjë kriter nuk e ka, do thotë cili dëshiron e hap një shtëpi botuese dhe thot t'ja botojmë kujdo qoftë. Ato, andaj këtu duhet të kemi shumë kujdes, sepse kur merr edhe qet emrin ton ose emrin e kujdo qoftë, një redaktor që e ka një alamet emër të azom, edhe shkon e qet në librat të... Është mungesa e kritikës, në Kosovë është mungesa e kritikës, sepse përpara shumë mend në atë kohë ka qenë shtëpia, domethënë rilindja shtëpia botuese, ka pas Ali Podrimja, Filan janë kanë redaksitë të cilat kanë nivele të larta në të mendimit kritik. E tash ka ra ai niveli që ka qenë atëherë ka ra, mirë po ne Tomas Llani me kolegët e tjerë që ka aty kritik tjerë që ka në shtëpinë botuese, është duke bërë kritere që libri që del nga shtëpia botuese e tij nesër mos më thon është libër i dobet. Shamo ose poezi që ne i botojmë jashtë, ne i kontrollojmë edhe jo me çfarë do poezie në perëndim, sepse ata bojnë hajgare me neve, thonë çfarë kanë pozitë e juaja, çto kanë romanet e juaja, bojnë hajgare me neve. Ne për mos e bëj hajgare e kemi forcu kriteret, edhe ne domthonë kjo është ai që edhe Loni është duke përdor këtë si plotësim, ne edhe këto desha të them për kritik që më shtrove pyetje. Vërtet kritika e mirëfillt sot tani nuk ekziston, sepse ekzistojnë klanet e mirëfillta të azom, qysh kanë qenë, janë një grupi i profesorëve në për universitete, atje kanë atë klanin e vetë edhe ke vepër e mirë, s'ke vepër e mirë, ata veç i shkruan ja jepin një vlerësim që edhe një pompozitet i jepin, po kur e merr e lexon vërtet s'ka, nuk i ka ato kritere dhe nuk i ka ato vlerat cilat ata ja kanë dhënë. Kjo kështu që nuk kemi kritik të mirëfillt. Edhe për ne jemi keq në drejtim të gjithë, për fat keq. Ndërsa kur bën vlerësime kritike, siç bën ta zonë për veprën e Reshatit atjes edhe për poezitë e mia që kanë bërë në revista Ralm, ato nuk i bojnë përmes njerëzve, as përmes klaneve, as përmes kolegialitetit ose miqësisë. Kështu që asnjëherë nuk është të thënë për të thënë edhe për dhënë të tërën, e thamë unë e përdori kështu. Unë shpresoj që në bazë të krimtarisë do t'ju kem her pas here po zotëri Reshat, flas deri sot, se ju vazhdoni me punu në vazhdimsi, jeni shumë aktiv edhe ku kështë pas qef me zonë ma shumë vend emri i Reshatit, në letërsi, në poezi, në skenë, në teatr, në film, në aktivizëm kombëtar, në diplomaci, që të trija në bashkë në fund. Ajo është pak vështirë sepse unë jam universal. Domthonë historia e Kosovës, diplomacia e historisë Kosovës nuk mund të shkruhet pa emrin tim. Tani Ekipa është nga një Mehmeta është duke bërë një libër për Ovën, i thash, organizm, më shpo libër pa mua.
se rrugove hapat e parë diplomatike ka po përmes meje, ta dërgojmë materialet. Pra, mirë po edhe këtë folmi edhe për filmin, edhe për teatrën, në atë kohën e ish Jugosllavisë, Sfinga gjallë, ku unë kam luajtur rolin kryesor bashkë me Bisli Muçaj, kemi zënë vendin e parë në Jugosllavi, pastaj me dramën e kemi bënë drama radio Vdekja e Gjergjizit, e kemi zënë vendin e parë në Festivali i Orit Jugosllav, po flas në atë kohë. Edhe plus në Bruxelles shembull ato aktivitete të tjera që kam bërë, është hera parë ku gazeta Lesoar shkruan për një pjesë teatrale që unë kam bërë, jo për një pjesë, por për shumë pjesë të tjera. Pra emri im mund të jetë regjisor, skenarist, sepse jam edhe skenarist, se kam bërë filmin Dosja Kaz, dhe keni pa Dosja K, ku lumë Blerim Destanaj, unë jam këshilltari i skenarit, i çati skenarit. Pastaj është filmi Avril Brizet quhet në Paris, unë jam këshilltari i skenarit të filmit. Plus kjo në Kanal Plus tash jam të luajtur atje në Francë, edhe aktor, edhe është vështirë me definuar, por secili ka fushën e vet, mbetet ç'ish bën. Lan Çuçalla, nëse veprat janë si gishtat, si fëmijët, si nuk mund t'i dallosh cila. Po, a ke diçka të veçantë në ndonjëherë nga veprat tua që do thoje, këtu e kam vënë më shumë se zemrëna, më shumë se shpirtina, më shumë se mendjena? Veç paraprit për përgjigje, aty se gjitha janë të një llojta, edhe gjitha i vlerësoj edhe që më shumë, po më tash nështë pse është e fundit kjo vepra poetike Vjesht dashurinë në Prishtinë, është ajo e cila për unë du më shumë t'i kum flenë shpirti edhe mendja që për i këtyre vepra është ndër veprat më të çmuara, po është edhe vepra tjetër me tregimit cilën e kam në botime sipër, që besoj së shpejt. E kisha pyetje të radhës, çfarë kemi në botime sipër? E kam librin me tregime dhe e kam në vazhdime tash është 7 skenar për filmi që nuk u gjiru asnjëherë. Nuk është skenar për film, po ashtu titullohet, ndërsa është tregimin me 7 skena, të cilat mund të shërbejnë edhe si skena për film, dhe të cilat po botohen veç java e dytë që botohet në revistën në ran drejt për drejt, vetë janë për sa po i kam shkru, janë përkthyer dhe janë duke u botuar atje. Lan, me që edhe me tema historike, duke thjesht e cila ngërthehet absolutisht në kuadër të këtij aktivizmi tuaj në shoqatën e muhaxhirëve, çfarë mesazhi kishe me i dhënë brezit të ri për rolin që ka kujtesa historike në ndërtimin e identitetit, në mbajtjen e identitetit kombëtar, edhe të vërtetës historike? Po pikërisht kjo është ajo sensibilizimi i çështjes së muhaxhirëve, po edhe i gjitha troje, derisa përçamrin kanë shkruar me qindre, ndoshta me qindra këngë, tekste, poezi, tregime. Për muhaxhirët kemi shumë pak. Andaj të rinj. Edhe këngë janë të ralla, interesant. Dhe ne ma bazë ta zëm edhe Mihri e Braha ende se kanë kënu një këngë për muhaxhir ta zëm. Duket e ka kënu Ismeti një këngë bukur. Ismeti e ka bukur, po pres edhe për juve që ta këndoni në të ardhmen. Na vetë presim tekstin edhe ja tekstin e kemi nga Trin nga Berisha, ajo është model se si shkruhet poezia e sotme. Për trinjen tonë mos na lavdo shumë, se pastaj mandëlinë gjërat e krijon konflikte interes tash. Jo, nuk e di për ato, unë di që ajo është tekstin e vonë. Tekstin e vonë mirë. Kështu që gjeneratët së re jo lë këto si porosi që të lexojnë shumë, ta njohin historinë e vet për të shku për para, si që tha edhe bashkëbisedues të mi, më pa falem. Ishte kënaqësi që unë i kisha sonte një grup njerëzish, një grup personazhesh, njerëz që kanë lënë gjurmë e po lënë në vazhdimsi në profesionet e tyra. Sidomos zotri Rashat Sahitaj dhe Lan Çuçalla që jo vetëm me unionin e tyre, por me aktivizmin e tyre tuajin, edhe letrar, edhe kombëtar, edhe historik, vazhdoni të bëni vepra që besoni na bëjnë krenar, por na bëjnë të lumtur që na i bëni, se mbesim. Edhe sonte ka që kishim ne të tre bashk. Ju falenderoj shumë që na sollët Volodimirin, dhe që jeni një tregim i mirë i asaj mikpritjes edhe mirë njohjes
së shqiptarëve ndaj mysafirëve, ndaj miqve tani, se edhe këta më në fund e kanë kuptu që i kemi miq, dhe i bëm miq në ditët më të vështira të tyre, zotri Reshat Sahitaj, zotri Lan Çuçalla, gospodin Volodimir Martinov. Shumë faleminderit që ishi sonte me ne, ishte knasi. Ishte knasi. Я хотів сказати, знаєте, що ми рост Косова і слава Україні. Дякую вам. Фалеміндерит.